There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Kjo që sapo pat ishte deklarata e djeshme e presidentit amerikan mbasi njoftoi përfundimin e suksesshëm të sulmit të aeroplanëve bombardues B-2 mbi 3 sajte, po themi 3 objektiva, të cilat sipas informacionit inteligjent izraelit dhe amerikan janë qendra të pasurimit të uraniumit dhe të rrezikshme për krijimin e bombës atomike. Paktën ky është kësaj radhe rasti dhe arsyetimi për bombardim. Unë mendua që Irani kishte 3 rrugë. Rruga e parë të vazhdonte bombardimet e Izraelit, ta kapërdinte këtë bombardim amerikan që ndodhi në bazat e pasurimit të uraniumit, dhe treta ishte të godiste, se thuash, pra e para godite Izraelit, dyta të bënte sikur se kishte vënë ta kapërdinte këtë që ndodhi, dhe treta ishte të godiste bazat ushtarake amerikane në rajon sepse i ka dhe afër. Në fakt, e treta ishte ajo që vendosin, që ose kemi ato pamjet, se unë po flas për këtë gjë, ishte, po këto janë pra raketat cilat nisen në drejtim të Irakut, Katarit, Kuvajtit dhe Bahrein. Të paktën kemi certifikimin, le ta dëgjojmë efektin e tyre. Kjo është çështja e orësh, pra këtë orë se pa nisur këto raketa. Dhe jemi në luftë totale. Mund themi që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë tashmë under attack, pra bazat e tyre janë të sulmuara. Pra nuk ka nevojë më për justifikime të pasurimit të uraniumit e tjera, por përgjigja që Irani i bëri, sa po i bëri, këto orë, këto minuta, mund themi, vazhdojnë akoma raketat, janë, si thuash, luft e mirëfill. Tani, për ta dekriptuar këtë situatë dhe për ta komentuar dora dorë, sepse po ndodh, ndërkohë që ne bëjmë dhe emisionin. Kam këtu zotin Xhavi Çala me mbrëma, zotin Çala, ekspert sigurie, Ledon Krisafi, ekspert e gjeopolitikë dhe ekspert sigurie me mbrëma Krisafi, misa erdhe, Dritan Goxha me mbrëma kapitan, misa erdhe 360 gradë dhe rikthehet Enika Bazi, me mbrëma zoja Bazi. Me mbrëma. Do kemi në lidhje Misha Pumun, pak më vonë ose tani kur ta kemi nga Moska, dhe më thuhet që kemi mundësinë të kemi dhe një mysafir të emisionit, i cili do t'ju më bon në lidhje, Hoxha që patëm herën tjetër dhe që ka qënë, si thua, kam për namin, zoti Kokamani, në shikueshmërinë e emisionet të kaluara. Zonja Bazit, ju lasë të fund sepse do jepja fjalën të parën. Si gjykoni, mund themi që tani Irani u fut në një luftë të vërtet, apo beson të disa, kanë filluar disa tash që themi që bazat amerikane janë lajmëruar përpara se sa të bombardoheshin në mënyrë që mos ketë viktima tek kushtria amerikane. Cilat janë informacionet dhe analizat e juaja? Tani, të dhënat e fundit që po shikojmë faktikisht është që nuk ka viktima në bazën amerikane, po për mendimin tim, kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që Irani mori guximin dhe sulmoi bazat amerikane në lindjen e mesme, që ishte një linje kuqe që Trumpi vendosi ndaj Iranit, pra mos sulmo bazat amerikane apo interesat amerikane në lindjen e mesme apo kudo që mund të jenë ato. Përshëndetje Misha, se nuk pas që ishin në lidhje me ne. Përshëndetje. Mirëmbrëma, po zoj.
Ajo që vlen të shënohet për mendimin tim është fakti që Irani po vazhdon të kundërpërgjigjet, pasi ajo që duhet theksuar është fakti që ka një pasiguri në lidhje me cilat janë vërtet kapacitetet e Iranit. Në këtë rast që vazhdon të insistoj me sulmet e tij, pavarësisht se cili është niveli i realizimit deri tani. Fakti që mori përsipër të qellojë një bazë amerikane do të thotë që është gati që të vazhdojë edhe me veprime të tjera, që sikundër edhe u paralajmëruan prej liderit suprem, janë që Irani do të aktivizojë dhe të gjitha celulat e tjera të fshehura në Shtetet e Bashkuara për të dëmtuar interesat e Shtetet e Bashkuara, pikërisht në Shtetet e Bashkuara. Pra, mund të presim atentate terroriste të tipit që kemi parë në Europë, ndaj qendrave të banuara apo ndaj objekteve të një rëndësie të veçantë. Emisionet po thonit për një bazë të pabombarduar të pasurimit të uraniumit sipas burimeve franceze. Mendohet që Irani përveç tëre bazave të cilat janë bombarduar, mendohet që ka dhe një bazë të katërt e cila konsiderohet si më e madhe, më e fuqishme dhe më e mbrojtur, pasi është situar në një mal 1600 metra të lartë në jug të Natanit, që mendohet që janë bërë dhe transportimi të gjitha materialeve bërthamore që kanë qenë një pjesë e madhe e tyre që kanë qenë edhe në këto bazat të cilat janë parë dhe nga satelitët, lëvizje kamionësh, lëvizje disa orë përpara se të bëjmë bombardimi. Është teori konspirative apo ka diçka të vërtetë, se pamjet satelitore nuk janë konspirative? Jo, pamjet nuk janë konspirative, faktikisht prishtet është një reagim Izraelit, pasi si thua lëvizjet të çonin të mendonte që Izraeli do të vazhdonte më tutje, pasi edhe historikisht për bazat iraniane para bombardimit amerikan. Po. Izraeli është akoma historikisht Izraeli së bashku me Shtetet e Bashkuara, me mbështetjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ndërmarrë sulme kundër të gjitha bazave të zhvillimit të armëve bërthamore në rajon, duke filluar nga Iraku, nga Siria, dhe priteshe që njëjta gjë të ndodhte edhe në rastin e Iranit, sepse Izraeli nuk mund të lejojë që vende të tjera të cilat kërcënojnë sigurinë e tyre të zhvillojnë këto kapacitete. Kjo është një shpjegim teorik të cilit është shumë i domosdoshëm, por nuk përputhet me aktin që po ndodh tani, pra me sulmin që Irani i bëri bazave amerikane. Goçe, çfarë po ndodh dhe çfarë pritet, si do jetë reagimi amerikan? Po ajo që ndodhi sot është të kujton atë kur ishim të vegjël që lozim luftrash. Po. Pra është e njëjta gjë, me atë që ndodhi si me goditjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit, pasi është parë që jo vetëm disa orë përpara, po edhe disa ditë përpara, që 2 ditë përpara iranianët kanë lëvizur të gjithë sasinë e uraniumit që ndodhi në Fordo, në bazën kryesore të përpunimit të uraniumit, edhe centrifugat për aty. Edhe ajo goditje e Shtetit Bashkuar të Amerikës është njoftuar 3 orë përpara, pra autoritetet iraniane janë njoftuar 3 orë përpara që të goditeshin nga autoritetet amerikane, nëpërmjet të tretëve, pa jo direkt, s'ka pasur njoftim direkt, por nëpërmjet të tretëve, edhe kësaj radhe iranianët kanë njoftuar sërish Katarin, pra çfarë doli ministri i jashtëm i Katarit, thoshte që na njoftuan 2 orë përpara goditjes që Irani do sulmonte bazën amerikane të Al-Udaidas. Bahreini. Jo, për momentin është sulmuar vetëm baza amerikane e Al-Udaidas në Katar, jo, nuk është sulmuar asnjë bazë tjetër amerikane në rajon. Prandaj them duket si një lojë luftash. Kamerojtës të fundit, domethënë me atë. Po, është dhënë alarmi në të tërë bazë, është dhënë alarmi, por për momentin vetëm kjo bazë është sulmuar. Pra ti mendon je i mendimit që kjo është një sulm i paremruar. Po, për arsye se baza vetëm që ishte boshatisur para 2 javësh, pra kryesisht ishte boshatisur para 2 javësh, po edhe tashmë ato që kanë mbetur, pra personeli i bazës, pra u lajmërua 2 orë përpara dhe nuk ka, është e njëjta gjë që ndodhi në vitin 2020 në rast se mbani mend kur Shteti Bashkuar të Amerikës sulmuan dhe vranë Qasem Sulejmanin, edhe Irani u përgjigj duke sulmuar 2 baza amerikane në Irak, por ato duke njoftuar 2 orë përpara, pra nuk është, pra është e njëjta gjë, prandaj them që jemi në atë aspektin hajde lozim luftrash. Dhe të shohim reagimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, unë po shoh që pra në idenë time është kjo që edhe Shteti Bashkuar të Amerikës përpara kësaj tha ne kërkojmë, pra Trumpi pasi goditi në Fordo tha që ne tashmë
duhet të bëjmë paqe, pra të ulemi paqe se ne arritëm suksesin që kishim për të arritur, arritëm objektivin që kishim vënë vetes dhe shpresojmë që Irani të mos e përshkallëzoj situatën. Pra fakti që mos e përshkallëzoj domethënë që e presim një kundërpërgjigje, po jo të përshkallëzuar, pra jo në të gjitha bazat. Pra duke qenë se janë sulmuar të gjitha bazat, mendoj që jemi te loja e luftës. Loja e luftës. Kisavi? Analiza juaj? Sulmi iranian ishte sigurisht një sulm i dakordsuar, bëj për qëllimin, për konsumin e brendshëm në Iran. Kjo dallohet edhe nga deklarata që ka bërë Garda Revolucionare për popullin iranian, ku tha që sulmi ishte shkatrimtar dhe baza u shkatrua. Asnjë tjetër nuk ndodhi, po është thjesht për qëllim të brendshëm. Nuk mendoj se do ketë ndonjë reagim në këtë moment nga amerikanët, sepse thash një sulm i dakordsuar nga të gjitha palët dhe Iranit i duhet një sulm i tillë për treguar një lloj reagimi nga ana ajo që ndodhi nga Shtetet e Bashkuara. Përpamjen satelitore të Fordout pak ditë para sulmit amerikan kam dyshimet e mia. Në disa analiza që unë kam parë, ideja ishte që ato kamion që janë përdorur nuk mund të transportojnë as centrifuga as uranium. Qëllimi ka qenë për të bllokuar hyrjet e sitit bërthamor, sepse ka pasur një ide Izraeli. Kjo ishte një lojë në fakt izraelite që mund të dërgonte një komando për të futur brenda në centralin bërthamor dhe për ta hedhur në erë. Ka pasur një deklaratë të tillë nga ana e Izraelit dhe qëllimi i iranianëve më shumë mundsi ka qenë për ta mbyllur hyrjen në daljen. Gjithashtu nuk mendoj që sulmi amerikan ishte një lojë luftash, ishte një sulm shumë serioz. Informacionet izraelite tregojnë që Irani nuk ka më program bërthamor për momentin. Unë nuk mendoj që izraelitët janë gabim sepse do nga parasysh sa shumë kanë penetruar Irani. Po pse do nga pamje satelitore që janë krijuar disa kratere të errta të zeza. Duke marrë që nuk kupton. Ajo lloj bombe i krijon kratere, krijon 5 metra kraterin e gjerë. Duke marrë parasysh sa shumë ka penetruar Mossadi Iranin, unë kam përshtypjen që ata din shumë mirë çfarë ka ndodhur në gjitha sitet bërthamore dhe nuk mendoj se janë gëzuar kot së koti në pikë. Mendimi i tyre është që Irani nuk ka program bërthamor në këtë moment dhe është jashtë funksionit. Fakti që izraelitët kanë bombarduar sot gjatë gjithë ditës komplet rrugën që lidh, pra rrugën që të çon për në Fordo, për mos të pasur asnjë vëzhgim, për mos bërë asnjë lloj, për mos dhënë rezultatet e këtyre tregon që ta mbajnë në atë që thon Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra që neve e azgjësuan programin. Unë nuk mendoj që Izraeli do e linte luftën ose do shkonte me idenë që ne po themi që Izraeli po lë luftën, ne po themi Amerika po lë luftrash. Po themi Izraeli me Iranin deri në sot kanë lë luftrash. Reagimi i Izraelit ishte me idenë që Irani nuk ka më program bërthamor. Dakor. Zoti Shala, për të njëjtën gjë se do fus Hoxhën nga Irani dhe të gjën që do thotë ai. Është në momentin që Shtetet e Bashkuara bën goditjen, menjëherë pas goditjes, Shtetet e Bashkuara, vetë presidenti Trump ka qenë tepër i interesuar me kanalet komunikimit të mbetur të hapur për ta bindur Ajatullahun që të mos reagojnë. Pra, ja kanë kërkuar edhe nëpërmjet presidentit Erdogan, po edhe nëpërmjet kanaleve të tjera kanë qenë në komunikim në mënyrë që të mos reagojë egërsisht, është ideja. Ku është Ajatullahu, se nuk gjendet? Ai ka një protokoll tjetër sigurie, tashmë është shumë normale. Dhe ai komunikimet i marr nëpërmjet ndërmjetësve. Është e pranueshme në një kohë lufte. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që vetë presidenti Trump priste një reagim, se nuk është se nuk priste, derisa pat reagim edhe kur u vra Qasem Sulejmani, u goditën 2 baza, pritet goditja e bazave. Po këtu gjithçka do të varej serioziteti i sulmit, apo nëse këtu nuk ka një konflikt të kontrolluar, do të varej shumë nga numri i viktimave që do gjendet. Deri tash bëhet fjalë që nuk ka viktima. Po çfarë do sulme pa viktima? Ka një gjë që lëviz. Po para komunitetit, bazën e dëmton ai, nuk ka problem. Po baza ribëhet. Amerika ka problem që mos ketë viktima në njerëz. Pra, mos ketë viktima në njerëz. Do vonë që mos ketë iranian të vrarë. Mos ketë amerikan në bazë. Në bazat e Katarit. Në Katar ka 10.000 ushtarë amerikanë. Po janë 10.000, ku janë? 10.000, po gjithçka aty është derisa u mbyllën qiej. Reuters thonin që dëmet janë serioze në bazë. Derisa po dëmet mund të jenë serioze, nuk ka asgjë, bën bazat edhe herë, nuk është problem. Është, m'fal, ta mbyll. Dhe njoftimi edhe Katari, edhe Kuvaiti mbyllën hapësirën ajrore 1 orë, 2 orë përpara. Do të thotë që gjithçka ishte njoftuar. Unë them që me kaq sa ka ndodhur, presidenti Trump do jetë i kënaqur. Edhe në konferencën e shtypit që ka dhënë para disa minutash para diçka se të vim ne këtu në emision, ai nuk është marrë fare, nuk e ka trajtuar këtë çështje pra sulmin në Katar. S'kishte ndodhur akoma sulmi.
Na japin sikur ishin njoftu mbyllja e qiejve. Nga 14 raketa që lëshon iranianët, vetëm 3 kanë rënë në bazën e Aludej. Të tjerë janë azësuar. Kur është në ato njoftime që presidenti Trump apo në komunikimin indirekte me liderin e Iranit, në fillim presidenti tha që ne e mbyllëm këtë goditje dhe nuk kemi punë me regjimin. Pra i dha një ofertë. Nëse ai do të reagonte, pastaj do filloshin të merreshin edhe me regjimin. Kjo s'po kuptohet, pra pse ç'është kjo tolerim, domethënë i intereson amerikanëve që ky regjim të vazhdojë. Shiko, në filozofinë e Trumpit është ai kur ishte për vizitë në vendet e Gjirit, ke parasysh që ka qenë para një 3 javësh, paraardhësit e mi kanë harxhuar shumë për të përmbysur leadership apo për të përmbysur udhëheqjen në këto vende. Kjo nuk është praktike e Trumpit. Por ai këtë e lëshoi si tregtar që është desh bëj një kompromis. Ti nuk mendon që ai në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë mbetëherë po thuhet që sot vendimet e politikës së jashtme dhe politikës së mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk e merr Amerika, po e merr Izraeli. Vendimet e sotme kanë bëjnë me opozita amerikane ka shpërthyer në vendimet e sotme kanë bëjnë me midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pjesa me Izraelin do vazhdojë, mund të vazhdojë edhe gjatë bile. Sepse me këtë lloj loje luftash nuk mendoj që kënaqet Benjamin Netanyahu. Megjithatë, Benjamin Netanyahu mund të mos kënaqet, po ai është kryesori. Në thojsa deri Trump ja bëri. U mbyllë ajo histori me ai e futi Amerikën në lojë, se kush e futi, po tash në çfarë lojë është? Problemi ka lojë, luftash apo ka luftë? Eni Kogamani më mbroma. Trumpi kërkon që të mos përfshihet më tej. E di, po a do arrit dot? Se sot deri këtu. Kjo do varet nga numri i viktimave që do dalin atje. Se tha, i dha 12 ditë, i dha 15 ditë kohë për paqe. Tha që do bëjmë negociata. Edhe e qelloi Goxha, tha, "Lloj ka thënë brenda 15 ditëve. Prit kur ta bëj edhe u bë." Për 3 ditë. Nëse shiko, ka një ditën që ai tha ka 15 ditë kohë, këta ishte takimi me delegacionin me ministrat e Bashkimit Evropian. Por edhe aty delegacioni, ministri i jashtëm reagoi negativisht. Shenja tishin, pra po njerëzit besojnë ke fjala presidentit. Po presidenti ka tha një deri 2 javë. Sepse deri 2 javë. Një president që thot para 3 ditësh do lë 15 ditë kohë, pastaj pas 8 ditësh vetëm të kur shef bombardues aty. Që të jemi korrekt me ata, i tha deri 15 ditë. Po tha brenda 15 ditë. Brenda 15 ditë. U tha thonë për pas 5 minuta. Dhe në momentin që në ka reagimit e Izraelit dhe thanë shqyqyr që ai që këta nuk reaguan ose që kundërshtuan dhe pastaj i hapi shlekun për të vazhduar goditjen. Eni me mbroma, Kogamani. Interesi. Më dëgjon. Me mbroma po ju dëgjoj. Të jap një përparësi, zot Kogamani është flet nga Irani. Keni rregulluar çështën e internetit. Ishte një blackout i tmerrshëm. Kishte shkëputje për 3 ditë. Tani është rregulluar fal zot. Po tani interneti ju vjen me Starlinkun amerikan apo me internetin e Iranit. Se tha ky J.D. Vance. Jo J.D. Vance, po tha ky që bëri shërmore se miku. Elon Musk tha që do të sillon Iranit internetin në mënyrë që të informoheni çfarë po ndodh në të vërtetë. Po, thuhet që Starlinku na kanë përdorur të infiltruarit e Izraelit në Iran. Okej. Por si tani është e lidhur me gjithë botën e internetit, për 3 ditë për arsye sigurie thanë që e kanë ndaluar. Dhe tani pothuajse 2 ditë është në rregull. Pa probleme me lidhjen. Pra do të thonë çdo qytetar iranian apo qytetare iraniane mund të lidhet me internet dhe mund të shohë gjithë lajmet e botës. Ka kështu Sigurisht. Çdo gjë, mund të shohë çdo gjë. S'ka kufizime. Si në Shqipëri, si në Francë, si në Angli, si gjithëndë. Po ku e djej që ai vetë? Ka disa aplikacione si në Shqipëri që është i bllokuar TikToku, pra është i censuruar, por ka disa aplikacione të censuruara. E qartë. Sidomos për pornografinë e për këto gjërat kam përshtypjen, e di. Sigurisht të parat, po. Okej. Si është situata shpirtërore, emocionale, ekonomike e popullit iranian? Ti je një dëshmitar, një bashkëjetues, jeton aty, afër Teheranit. Për shkak të sanksioneve që po bën shumë vite, gati 40 vjet që është në sanksione, ekonomia, sidomos vitet e fundit, ka rënë pak. Para 10 viteve, në vendin kur unë jam i punësuar sot,
kam marrë vesh që një roje merrte $6.000 rrogë mujore. Pa në radio televizionin shtetëror të Iranit. Merrin nga $6.000 rrogë mujore, Roja. ndërsa gazetarët dhe punonësit e tjerë nuk e di, me siguri më shumë. Ndërsa në vitet e fundit kemi një inflacion të papar. $6.000 nuk merr roja as në Amerikë, më zotë $600. Do jetë $600. $600, mëse keme në 600. $6.000 dhe jam i sigurt për këtë. Në Iran, para 10 vitesh, kur ka marrë unë, ka pasur një Atë janë me luk floriri? prosperitet mjaft të mirë. Mos ka qenë me dollar kanadez më valla. Ja, mos. Ose australian. Më dobët. Tani unë Po, nëse se është po. i kam jetuar, i kam parë. Kam përkthyer dhe filma, edhe i di çmimet si kanë qenë dhe si janë sot. Okej. Atëherë, tani situata cila është? Tani që po flasim me bombardimet, Komunike, si thuhet në gjuhën iraniane bekimi fitores, që është operacioni që ka filluar për bombardimin e bazave amerikane. Unë e përktheva nga anglishtja bekimi fitores, dhe nga italishte. bekimi fitores, Po, ky është operacioni që ka shpallur Republika e Iraniane si operacioni për goditjen e bazave amerikane që gjenden në gjirin persik. Nese, nuk e E tim. ka shkuar për jashtë Iranit, jo për mbrenda Iranit. Kjo e Bashar el-Fateh, duket. Për nesër thasë se mos e di, zotëria. Kokamani, atere, si përjetohet kjo, është ka dy doktrina, dy teza filozofike. Njëra thot që presioni dhe të cilit po vendosjet Republika Islamike e Iranit është një presioni i cili bën që pasdaranët, pra ta që janë në partia pasdaranët që është në krye qeverisë islamike, të rrëzohet nga populli iranian dhe të vi një opozit, ketë pra një lloj përplasje midis grupeve brenda Iranit. Ti si herën e parë kur u dëgjuam thej që iranianët shohin goditjet, shohin raketat dhe pinë çaj, kërcejnë, bëjnë doan nuk i plas shumë. Tani si duket situata? Aj sa mund ta thuash? situata është po e njëjtë. Para disa minutash kishte një fest në një shesh në Teheran për sulmin që u krye ndaj bazës amerikane në Katar. Pra populli iranian e themi kërkon hakmarrje për ndërhyrje që kanë kryer fuqitë të huaja në vendin e tyre. Sepse janë patriotë të vendit të tyre. Më shkruajnë, më thonë që rroga mesatare në Iran sot është $300 amerikan në 2025. Këtë doja t'ju thoja, por nuk më datë dhe e lanë përgjithësi. Jo, se na duk shtetve. Nga €6.000, $6.000 rroga e një roje në radio televizionin shtetëror iranian, sot ka përfunduar në $300. Nga i bombardimi që pësoj radio televizionin shtetëror Iranit, pati të lënduar, pati të vrarë, apo vetëm të plagosur? Cilët janë Ishte njoftim? të vrarë edhe të plagosur, sot u bë sulmi i fundit tek një nga godinat e radio televizionit shtetëror iranian. U godit prapë sot. Po sot në mesditë ishte në Teheran sot. Edhe disa vende të tjera në Teheran, madje edhe rrugës ku po kthehesha, ndodhi dhe një shpërthim pranë pullës Milat, që ndodhet në qendër të Teheranit. Pra do më thënë, ju e dëgjoni aeroplanët izraelit që godasin, apo shikoni vetëm raketat dhe bombat që bien? Thjesht dëgjova zhurmat dhe shpërthimet. Shpërthime. Pse ata gjojnë nga distanca shumë e largët. Okej, në qoftë se keni internet, do rini me ne akoma në emision, apo si e ke mundësin? Sigurisht jam i lirë. Okej, falenderoj. Ri me ne. Misha, më falë që të lash për në fund, po do t'jesh të fillim kur vije roli rus. Tani, ministri jashtëm i Iranit ishte dje në Moskë, apo sot në Moskë? Sot ishte në Moskë. Takoi Vladimir Vladimirović Putin dhe ka disa teza. Një tezë që thotë që Putini ka thënë kjo s'është lufta ime. Dhe një tezë tjetër që, se thush, nuk iku shumë i kënaqur ministri jashtëm
iranian. Se duket ka një marrëveshje midis Putinit dhe Trumpit që Rusia të ri larg. Si janë komentet në Moskë? Në Moskë komentet janë të ndryshme. Disa domethënë besojnë në këtë le të themi shpërthim të luftës, rigjenerimin e luftës në rajon në një forcë të re. Nga ana tjetër ka dhe dyshime, ashtu siç u thanë në studio, që kjo mund të jetë një lojë. Dhe pyetja është loja e kujt është, Netanyahut apo e Trumpit? Dhe kjo është një pyetje domethënë retorike që nuk kërkon një përgjigje të shpejtë, sepse vërtet për shembull lajmi i fundit që ishte nga goditjen e bazës në Katar, vetë autoritetet zyrtare në Katar deklaruan që baza u evakuua në fillim. Domethënë ata e dinin për goditjen. Po mund ta dinë dhe nga shërbimet e inteligjencës. Kur në mëngjes ku po flitej. Po tani spionazhi u kuptua që Mossadi është këmbkryq aty në Iran, a kupton? I di gjitha. Di dhe se ku flet komandanti, di se ku flet zëvendës komandanti që zëvendëson komandanti. Tani nëse mirë vranë 2-3 në fillim, po vetëm vrasin shënjëstorin, vrasin. Po. Ka pasur një inside sot, domethënë në Rusi, që Shërbimi sekret rus ka qenë informuar një ditë përpara sulmit amerikan që do të goditet, domethënë Irani. Nga ana tjetër, Shërbimi sekret rus dhe Narishkin, kryetari i shërbimeve sekrete, deklaroi që Rusia nuk ishte në dijeni të këtyre goditjeve. Domethënë nuk u informua nga Irani. Pastaj u bë pyetja tjetër, po juve ishit në dijeni, dhe ai nuk u përgjigj. Pra, ai ndërmjetësi i tretë që mund të ketë njoftuar amerikanët mund të jetë edhe Kremlini. Tashti kjo është një supozim, sigurisht asnjë nuk e ka deklaruar këtë dhe nuk do ta deklarojë ndonjëherë. Por ka gjasa dhe ka shenja që kjo mund të ketë qenë e vërtetë. Edhe ka pasur një dialog interesant sot, le të themi në internet nëpërmjet ish presidentit Medvedev që deklaroi që shumë vende mund të japin armën bërthamore e Iranit, deklaroi këtë gjë. Dhe nga ky deklarat reagoi në mënyrë të fortë presidenti Trump dhe deklaroi që nuk e besoi që Medvedev ka thënë një gjë të tillë, nëse e ka thënë ai nuk e ka idenë se për çfarë po flet dhe bosi atje është Putini. Okay. Pra, këto janë shenjat e një kompromisi dhe në aty diku lart dhe na drejtojnë, domethënë si ato Master of Puppets. Tani që ka një lidhje, një telefon kuq midis Moskës dhe Washingtonit që nuk është të prerë, përkundrazi, është bërë shumë intensiv me ardhen e Trumpit, kjo s'kam për diskutim. Po në studio patëm 2 doktrina, 2 analiza. Doktrina dhe analiza e Zotit Goxha që thotë që kjo është një lojë, po luajnë luftash, e paremruar, dhe unë se kuptoj në fund, do ma shpjegojnë se pse duhet kjo lojë. Nga ana tjetër, Krisafi thotë jo, nuk është lojë, sepse bazat e pasurimit uraniumit do goditë vërtet, dhe se thua misionet strategjike, Shtetet Bashkuara të Amerikës i kryen, apo? Lojë është vetëm goditja e Iranit. Izraeli nuk është duke bërë lojë dhe as Amerikanë nuk janë duke bërë lojë. Iranit i duhet një lojë e tillë për të treguar fuqi dhe për të reaguar në një mënyrë se mos popullin brenda Iranit. Pisa tjetër nuk është lojë. Thonë që amerikanët dhe iranianët janë duke bërë lojë, edhe goditja e amerikanëve ishte lojë. Amerikanët duhet të justifikojnë paratë që kanë marrë. Trumpi ka marrë para për të goditur Iranin nga lobi izraelit, i cili e zgjodhi president, ka marrë para nga gjitha vendet arabe, të cilat i dhanë diku rreth $4 trilion për të goditur Iranin, kështu që i duhet justifikonte këto para. Dhe bëri këtë goditje për siguri që tashmë ne arritëm dhe dolim me të njëjtën deklaratë. Izraelitët nuk do gëzoheshin kot në raste të tilla. Akoma s'kam kaluar te rezervit, po flas për amerikanët dhe iranianët. Izraelitët po i lë pak mjan. Dhe Trumpi doli me të njëjtën deklaratë që doli Bushi në 2003, mission accomplished. Deklaratat në raste të tilla janë standarde. Pavarësisht se nuk arrit asgjë. Ndërsa lufta midis Izraelit dhe Iranit është një kaos i kontrolluar kreativ. Pra ato po vazhdojnë të godasin njëra tjetrën me urrëtie, me gjithë fuqinë dhe forcën që kanë, aq sa e kanë, jashtë kësaj, komplet gjithë kjo lojë
drejtohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Izraeli është duke goditur, sepse Irani ka shumë kapacitet. Po edhe Irani më përdit nga 15 nga 20 raketa bërgore, po i bën dëm tash. 15 raketa janë shumë pak në krahasim me atë që kishte. Po ajo është mënyra e goditjes, ato kur ai godet 15 raketa dhe nga ato 15 raketa. Shiko, nëse do deportojnë gjysma të tyre është sukses i madh. Gjysma nuk deportojnë, por nëse do kishte mundësi. Gjysma të tyre se e pranoi vetë. Nëse do kishte mundësi godiste me 300 raketa në ditë. 65% të raketave arrim të rrësojnë. Logjika të thotë që Irani kaq ka kapacitet për të goditur. Jo, më nuk është kapacitet, se këtë nëse do kishte mundësi për të goditur me 500, do të me 500. Edhe për luftën me Rusinë, me Ukrainën, që kaq ka kapacitetin që po i mbarojnë raketat ditë me ditë. Dhe 200 cop ka, 100 cop ka të kushte të tjera. Po, jo, më jemi në të njëjtat kushte. Çfarë nuk e bën Izraeli ditë për ditë? Po të njëjtat njerëz që çfarë nuk e bën Izraeli ditë për ditë. Mund të godasi këdo. Po edhe atë që po i bën Irani ditë për ditë, po godet baza ushtarake dhe baza strategjike të Izraelit. Nuk është do goditur, dëmet janë shumë sfaqësore, po janë shumë sfaqësore. Si më që nga dëmet sfaqësore, po e zon goditur, bazë inteligjencë pa e goditur. Kemi rënë dakord, mos bien dakord. Tani unë dua të pyes Zonë Abazi dhe pastaj Zonë Shala, nëse janë dakord me njërin apo tjetrën tezë. Tani unë do ta filloja me një pyetje që cili është qëllimi i një loje të tillë? Sigurisht që u tha që parat që Trumpi mund të ketë marrë nga lobe të ndryshme dhe tani do të justifikoj parat, por faktikisht parat justifikohen me mënyra të ndryshme. Nuk e pse të ngresh një ciklon të tillë apo një uragan të tillë ku nuk dihet se ku do të përfundojë. Plus kemi edhe një falënderim publik që bëri Netanyahu Trumpit. Jo më lak se sot. Pra do të thonë shiknaqur. Sigurisht. Ishte bërë lutim edhe në murin ka shkuar në murin e lutit. Ajo është pjesa, si thua, e make-upit të gjithë situatës, por për të shkuar në thellësi, ata të cilët janë marrë me luftrat, që i kanë parë në histori ato, dinë që luftrat fillojnë si duke u tallur dhe pastaj përfshin gjithë botën në një mënyrë apo në një tjetër. Kështu që sado që ajo mund të ketë nisur si lojë apo nuk ka qëllime të një filta e tjera me radhë. Ajo mund të çojë aty janë të vrarë. Nuk është lojë. Në një përfshirje madje dhe shumë të gjerë se sa. Është një luftë. Po është një luftë sepse është me bomba dhe me... Ja për një minutë tani se... është një luftë... është një luftë në të cilën po harxhohen shumë armatime, po ka viktima pavarësisht se thuhet që... Se duhet dhe një provë analitike, se në qoftë se më shumë Amerikanët kundër të shëmbojnë Iranin, pra? Nuk mendoj që është me lojë. Jo, problemi do të ishte shumë problematik në qoftë se Shtetet e Bashkuara nuk do reagonin, sepse Trumpi tha që në qoftë Irani mos guxojë të prejë interesat në rajon. Kjo goditje është lojë dhe nuk do reagojë pas kësaj. Të shohin, Zoti Shala. Atëherë çfarë ngelet zoti Trump? Presidenti Trump, ai besueshmërinë e kaloi me sulmin që bërin në Fordo. Jo, tani deri atje ndihmoi Izraelin, tani është sulmuar vetë. Është i kënaqur sepse realizoi një nga premtimet e tij, ose mirë ma bëre që më godite bazat amerikane. Realizoi një nga premtimet e tij edhe të fushatës që do ta detyroi Iranin që të nënshkruajë një marrëveshje. Pra ka qenë që premtimi i tij, gjithashtu ai mbajti edhe premtimin që i la 2 muaj kohë dhe ditën 61 i dha leje Izraelit që të vazhdonte sulmin dhe goditja vendimtare që i dha operacioni spektakular që ai bëri, kuptoi që ishin bashkëpunim edhe me Izraelin, por bëri ato, harxhoi ato kapacitete të cilat nuk mund t'i mbulonte vetë Izraeli me avionet B2 dhe me atë llojin e bombës që ishte specifike për këtë rast. Deri këtu gjërat kanë shkuar edhe sipas interesit të presidentit Trump, pra sipas premtimeve që ai pa dhënë. Ideja është këtu tashmë që ai këmbguli që mos të reagoj, pra i çoj mesazhe, bëni presion, unë mendoj që kjo e rrëzimit apo mos rrëzimit të regjimit është një marrëveshje. Dhe deri këtu tash do të ngelen palur të kënaqur të dy palët. Tash ta quajmë lojë apo mos ta quajmë lojë, veni si duhet. Kjo është një marrëveshje e heshtur midis dy palëve. Ju do goditi... Cilat janë palët, pra, Amerikanët dhe Iranianët? Dhe Iranianët, po. Po flasim për këtë fazë, nuk po flasim. Pra, do të thënë, do thënë, i bie që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të mbajnë në këmbë regjimin e Iranit. Jo duan të mbajmë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mos reaguar Irani në mënyrë të egër, sepse mund të hapi shumë probleme. Po nëse amerikanët kundërshtojnë tani Iranin? Kjo do të thotë që nuk ka lojë. Nuk është lojë. Edhe kjo që po themun përsëri, quaj si dush, është një marrëveshje e heshtur, të ngelen të kënaqur të dy palët. Udhëheqësi i Iranit ngelet i kënaqur sepse do vazhdojë ngelet pushtet deri kur të ngrihet populli vet. Po ata shkretet që u vranë ata generalet, ata që u vranë gjumë. Ata janë efektet anësore. Janë gur që e mund të eliminohen ata. Po. Ata është mirë mos punosh si ushtarak në për regjime, se ikën për lesh edhe as të qajnë. Është mirë ta regjimin ta për ta bërë lojën sa më në një regjim demokratik. Për ta bërë lojën sa më të besueshme, këto janë viktimat. Loja ti dhe besueshme. Loja ka qenë e vërtet. Loja lufta është luftë gjej. Aty është luftë, u përdorën bomba, u përdorën kështu. Ndaj pjesën e po habisim njerëz, më themi që është lojë. Ndaj pjesën e Izraeli me Iranin nuk bën luftë. Izraeli me Iranin kanë për jetë vdekje, kanë 50 vjet që rrinë në funksionimin e Iranit për një zhdukje të shtetit të Izraelit. Pra armët amerikane për Izraelin, F-35-at, F-22-at, F-16-at, amerikane nuk janë lojë, janë armë janë mbështetje për Izraelin. Raketat që Izraeli 2 miliardë ato avion që kishte si ka dhënë avion tjerë. Nuk i ka dhënë avion, ato janë avion izraelit që godasin me avion të vet, pas ka marrë në Amerikë avion. Po mos donte Amerika edhe nuk i lëonte që avionet e Izraelit të bombardojnë, se janë prodhim amerikan. Lufta midis Izraelit dhe Iranit është e vërtetë. Pjesa tjetër është një lojë.